pozime kam unë edhe në vijim të asaj që tha zoti Mziu dhe të kolegut Elezi. Detyrimi i këtij komisioni sot është për të miratuar projekt kalendarin e punës. Ndërkohë që të gjitha dokumentat anekse që janë pjesë e këtij dokumenti do të kalojnë në këtë komision me vendimet veçanta të komisionit. Ju keni një vendim veçantë për emërimin e ekspertëve dhe ne do kalojmë një vendim veçantë për termat e referencës. Kështu që ne mos nxitohemi që të kalojmë të gjithë dokumentin integral kështu si është sot, të kalojmë projekt kalendarin dhe pastaj fazë pas faze, sipas nevojës, neve kalojmë në momentin kur merret i propozojmë byros vendimin për ekspertët, shohim termat e referencës. Unë kisha disa shqetësime, për shembull për punën e sekretarit. Parlamenti e ka të përcaktuar që në komisionet e posaçme çfarë funksionesh ka sekretari. Ndërkohë që ju këtu keni marrë disa tema, për shembull përgatit rendin e ditës. Ai e propozon rendin e ditës dhe koordinon me bashkëkryetarët. Komunikimi teknik, ai koordinon punën me sekretariatin teknik. Ju thoni që ai merr të gjithë materialet e sekretariatit teknik dhe raporton. Në fakt ai koordinon punën mes tyre dhe dy bashkëkryetarëve, sepse duket sikur dy bashkëkryetarët janë lënë jashtë funksionit dhe këtu shqetësimi është që zoti Boçi është i opozitës. Kështu që ne do t'i referohemi rregullores parlamentit për detyrat që ka sekretari dhe nuk ka pse të miratojmë në një aneks këtu kur ne kemi një rregullore dhe e dim se cilat janë detyrat e sekretarit, ndërkohë që për sa i përket termave të referencës së ekspertëve, me çdo vendim të marrjes së ekspertëve ne do kemi edhe terma reference. Dy propozime konkrete që kisha për kalendarin. I pari, ne duhet bijem dakord që i referohem këtu shkurt 2026-s, që është aktualisht muaji duke përfundu, po pikës 3 në projekt kalendar. Ne këtu duhet kemi edhe një analizë të paketës ligjore të nevojshme për ndryshime. Duhet identifikojmë ligjet bazë që do ndryshojë ky komision, duke nisur nga ligji për financat e qeverisjes vendore, taksat kombëtare dhe ligjet tjera të cilët besoj do jenë nevojshëm si pjesë e bazës punës tonë. Dhe në rastin e sondazhit publik kemi propozuar një ndryshim që do e thotë edhe zoti Bozdo. Në përgjithësi koha është shumë e ngushtë. Ky nuk është një diskutim, duam neve, s'duam, do kapim 27, do kapim 30, tani mos bëjmë populizëm me njëri tjetrin dhe propagandë. A bëhet dot brenda shkurtit kjo detyrë nuk realizohet dot. A kryen dot brenda marsit, ne këtu jemi, këtë detyrë kemi, nuk kemi detyra të tjera. Jemi të angazhuar që të kontribojmë në këtë proces. Por mendoj që kemi nevojë që të lëmë hapësirën e duhur dhe çështjen e ekspertëve t'i rishikojmë termat e referencës sipas funksioneve të tyre në momentin kur ne do ja propozojmë byros për t'i marrë ato. Faleminderit.